Cilësia e zgjedhjeve parlamentare të 2013-s mbetën test kritik për procesin integrues të Shqipërisë. Pas takimit që ka zhvilluar me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Lleshi dhe nënkryetaren Denar Biba, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Ettore Sekui tha se nuk është vetëm data e mbajtjes së zgjedhjeve çelësi suksesit, por zhvillimi i tyre sipas standardeve demokratike. Ndërkaq që ambasadori Sekui apeloi për respektimin e afateve kohore për sa i përket procesit të administrimit të zgjedhjeve. Good quality of elections. Cilësia e mirë e zgjedhjeve në përputhje me standardet do jetë një test kritik për procesin drejt integrimit, në mënyrë të veçantë për hapjen e negociatave. Theksova se duhet të kemi një përgatitje të zgjedhjeve në kohën e duhur, nevojën për të pasur konsensus në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe detyrën që KQZ dhe anëtarët e saj kanë. Kam shprehur dhe gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar edhe me fonde nga BE. Vura re që ka një vullnet të mirë dhe një vetdije të fortë për të ecur përpara. Ambasadori Sekui ka komentuar dhe procesin e zgjedhjes së kryeprokurorit të ri, ndërsa tha se ky proces duhet të jetë transparent dhe kushtetues. We are following very closely Po shqyrtojmë aspektin ligjor dhe kushtetues për këtë çështje. Për Bashkimin Evropian zbatimi i ligjit është guri themelit, sidomos kur bëhet fjalë për prokurorinë. Çdo proces duhet të jetë kushtetues dhe transparent. Në çdo vend evropian, domethënë edhe në Shqipëri, çdo person që ka një pozicion institucional përfshirë edhe prokuroria, duhet të jetë një individ që është profesional dhe të ketë integritet profesional dhe moral. Ambasadori Sekui ka mbritur në zyrën e kryetares së KQZ-s vetëm një ditë përpara se sa ky institucion të vendosë për shpërndarjen e mandateve për zgjedhjet e ardhshme.